Lumir Abdigjiku, kryetari i Lidhjes Demokratike të Kosovës, e ka krahasuar liderin e lëvizjes vetëvendosje Albin Kurtin me Don Kishotin, duke thënë se ky i fundit, njëjtë si dhe Kurti, zgjohet çdo ditë në një botë që ka krijuar vet. Ai ka thënë se edhe Albin Kurti në këtë botë sheh dhe krijon vetëm kundërshtar. Një pamje thjesht, por ironikisht dhe fatkeqësisht shumë domethënëse për realitetin politik të Kosovës, atë të Don Kishotit si metaforë politike, sepse për fat të keq shteti ynë ka kohë që po udhëhiqet jo nga arsyeja, por nga një realitet paralel që e sheh vetëm Albin Kurti. Don Kishoti është një nga personazhet më të famshëm të letërsisë botërore, figurë komplekse, tragjike, idealiste dhe shpeshherë dhe thellësisht komike. Sikurse Don Kishoti, edhe Albin Kurti zgjohet çdo ditë, çdo mëngjes në një botë që e ka krijuar vet. Në këtë botë Kurti vetvendosjes shikon dhe krijon vetëm kundërshtar, ka potencuar Lumir Abdigjiku.